Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim për fundjavën, si do jetë kjo fundjavë, edhe pse jemi akoma nën efektet e hënës së plot. Ka qenë një javë e vështirë për të gjithë ju, më së tepërmi për 4 shenjat që kemi përmendur, që ka qenë shenja e Demit, shenja e Akrepit, shenja e Luanit, por dhe shenja e Ujorit. Dhe kryesisht me vështirë ka qenë për 10 ditëshet e treta. Gjithsesi mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ka qenë një javë me sfida, por dhe me qëllime. Keni kaluar vështirësi, por këto vështirësi ndodhin për t'ju larguar nga vende dhe situata të caktuara që mund të keni pasur në jetën tuaj dhe për të filluar gjëra të reja. Për të filluar një punë të re, për të filluar një njohje të re, ndoshta për t'u larguar në një vend të ri, por gjithsesi është qëllimi i kësaj hëne të plotë është për t'ju shtyrë për diçka më të mirë për veten tuaj, sepse jemi thamë akoma në efektet e hënës së plotë, gjithsesi do shohim edhe në vazhdim se çfarë të reja do ketë, por është një hënë e plotë që jo vetëm që ka pas ato dëmet e veta, por gjithsecili nga ne fiton edhe një përvojë, një mençuri dhe perspektiva për të ardhmen. Dhe unë do shoh si do jetë kjo fundjavë për të gjithë ju. Ju uroj fundjavë të këndshme, pavarësisht situatave dhe ndikimeve që ka hëna. Dhe ja, dolën fillime të reja. Dhe kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit, të ujit, por kemi energjinë e shenjës së Demit këtu, energjinë e shenjës së Shigjetarëve dhe Peshores. Gjithsesi energjit nuk kanë rëndësi. Unë shoh fillime të reja. Ndoshta mbas situatave që ju kanë lodhur, se po të vëmë re këtu, shihni si është personi këtu. Ju keni kaluar shumë vështirësi, ndoshta dhe nga ana psikologjike. Keni nevojë për një pushim gjatë kësaj fundjave, të çliroheni nga situatat vështira që keni kaluar. Dhe të jepni një drejtim më të mirë jetës tuaj, ndoshta për të bërë një fillim të ri, sepse kemi fillime të reja, mund të jetë fillimi një njohje të re gjatë kësaj fundjave, ku ju do t'ju çlirojnë nga situatat vështira që keni kaluar. Në rastin tjetër mund të jetë fillimi një pune, një partneriteti, një biznesi të ri. Por ndërkohë shoh që ky fillim i ri që do bëni do marrë zhvillime shumë të mira. Dhe këtu bëhet fjalë gjatë kësaj fundjave, duke mbyllur situata të vështira që ju kanë stresuar ose situata që kanë qenë ndoshta edhe nga ana psikologjike pak të vështira, sepse ka qenë tham një javë e vështirë. Gjithsesi është do shohim se me çfarë fillime të reja keni të bëni këtu. Mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, mund të jetë një kurs, mund të jetë një trajnim, mund të shkoni diku në një vend tjetër, ose një fillimi një pune të re, një jete të re. Dhe shohim, kemi energji të shenjave të tokës dhe të zjarit, fillime të reja. Ju do jeni, shoh që keni një ofertë, mund të jetë një ofertë e re dashurie, në një njohje që do hyni gjatë kësaj fundjave, dhe ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Do merrni iniciativa me këtë ofertë, me një person që dëshiron që të futet në një njohje që do vi, do ta njihni gjatë kësaj fundjave, por është një njohje thash që do marri zhvillime shumë të mira. Në rastin tjetër mund të jetë një ofertë pune, ku ju do ta mendoni, do ndjeni entuziazm në lidhje me këtë ofertë, ose mund të jetë një projekt, një bashkëpunim, dhe do jeni të vendosur në qëllimet tuaja në lidhje me këtë gjë. Mund të keni dhe kontrata të rëndësishme, dhe pse është fundjavë, kontratat nuk janë vetëm kontrata në përzyra, mund të jenë dhe kontrata, bashkëpunime, projekte, ku ju do diskutoni, do bisedoni për të hyrë në për të pranuar një ofertë më saktë. Gjithsesi ju shoh me iniciativa gjatë kësaj fundjave, do jeni edhe më entuziast në lidhje me ofertat që do t'ju vinë, por shoh që do keni një lidhje të fortë me familjen këtu.
Ndërkohë duhet të hiqni dorë nga kontrolli për të kontrolluar gjërat. Dhe vazhdojmë se çfarë na sjell energjia e shpatave. Kemi 4 e shpatave, ju shoh shumë të lodhur, të stresuar. Karta ju sugjeron një pushim, por ndërkohë ju sugjeron edhe kujdes me shëndetin tuaj. Jeni në pritje të diçkaje, ju dëshironi të jepni drejtim diçkaje, dhe këtu kemi energjitë shenjave të tokës. Në një rast mund të jetë një person të vendi punës, ku ju dëshironi të tërhiqet ky person nga ju dhe ju sikur dëshironi të flirtoni me këtë person dhe dëshironi të jepni drejtim kësaj situate. Në rastin tjetër, mund të jetë një lajm i mirë, një bashkëpunim te vendi punës, ose mund të jetë që ju dëshironi ta hapni diçka të re, një aktivitet të ri ose një punë të re, një partneritet, një bashkëpunim, dhe ju shoh me lajme të mira. Por sigur edhe do çliroheni dhe për vete nga këto situata që ju kanë munduar deri tani, nga ana profesionale, por edhe nga ana ekonomike. Por për një pjesë tjetër shoh që të ardhurat do jenë pak të vogla, gjithsesi ju do të jeni entuziast në fillimin e diçkaje. Dhe tham, këtu mund të jetë, nuk është vetëm punë, nuk është vetëm një dashuri, një njohje, një flert, një romancë që mund të keni. Por është edhe fillimi, mund të filloni diçka, mund të filloni një kurs, ose ju t'ju lindin ide për të bërë diçka të re, një fitness. Në rastin tjetër, mund të bëni një fillim dokumentash që ndoshta ju kanë stresuar për një kohë të gjatë. Ose mund të keni dhe fillime të reja me fëmijët tuaj. Dhe kemi asin e kupave. Këtu kemi tham energjitë shenjave të tokës edhe të ujit. Dhe kemi energjitë shenjave të ujit. Shoh një fillim i ri, shumë emocione dhe mund të jetë një fillim i ri në dashuri, sepse na doli në të treja këto energji. Mund të jetë një fillim i ri në lidhje me punën, një punë e re, një aktivitet i ri, ose mund të jetë një fillim i ri ekonomik. Ja të shohim me çfarë ka lidhje më tepër kjo. Dhe kemi 6-ën e shpatave, energji ajri, energji uji përsëri. Ju do lini mbrapa vështirësit për të bërë një fillim të ri, duke i dhënë drejtim gjërave. Mund të jetë një fundjavë që ju do shkoni dhe me pushime për të pushuar në një vend me ujë. Dhe mund ta kaloni dhe me shoqërinë këtë fundjavë. Ju shoh shumë të lumtur, shumë të gëzuar, mund të mblidheni aty diku. Në rastin tjetër, për pjesën e personave që janë beqar, do jetë një person që do ta njihni në shoqërinë tuaj. Mund të shkoni një fundjavë diku, mund të shkoni në një pub ose mund të shkoni në një kafe, mund të shkoni me persona të ngushtë flasim, mund të shkoni në një vend me ujë dhe aty do njihni një person. Dhe shoh që do të ndiheni shumë të emocionuar, do lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar në lidhje me dashurinë, ose ju ndoshta ka qenë në mendimet tuaja kjo gjë, ju vërtet keni dashur që t'i jepni drejtim kësaj situate, për mos qenë më vetëm dhe për të futur në një njohje, dhe ky person do dali këtu. Ndërsa për pjesën tjetër, mund të kaloni me fëmijët tuaj, me familjen tuaj, një fundjavë për t'u qetësuar, duke lënë mbrapa një javë të vështirë ose situata të vështira që ju kanë stresuar, dhe duke marrë një pushim për të bërë një fundjavë të qetë. Gjithsesi dhe në lidhje me punën, ju shoh që keni lajme të mira, do t'i jepni drejtim situatave në lidhje me punën dhe mund të jeni edhe duke u mbledhur edhe me shoqërinë e punës diku. Dhe unë do shoh dhe diçka tjetër, se si do përfundoj kjo javë, kjo fundjavë, mbas këtyre situatave të vështira. Atëre. Unë ju shoh ju që ju do dilni nga zona e rehatisë, ose nga zona
nuk e di, por do dilni nga këto situata të vështira më sakt dhe ju shoh që dëshironi të bëni një fillim të ri. Dëshironi të bëni një fillim të ri në dashuri. Për një pjesë prej jush, dëshironi të riskoni në lidhje me një person ose të rrezikoni, edhe pse e dini që është 50 me 50 dhe këtu kemi të bëjmë me të gjitha shenjat e horoskopit, kjo është për të gjitha energjit. Ju do dilni nga zona juaj e komfortit për të bërë fillime të reja, nga zerua. Një fillim i ri në dashuri, një fillim i ri në një punë të re, një kurs, një trajnim, një fillim dokumentash, edhe pse gjërat do jenë të panjohura për ju. Ju përsëri thoni që unë do ta bëj këtë gjë, unë do ta bëj këtë fillim të ri. Dua të lë mbrapa situatat vështira për ta bërë këtë fillim të ri. Mund të jetë një punë e re, mund të jetë një bashkëpunim i ri, mund të jetë një partneritet, ose ju dëshironi të largoheni nga një vend në një vend tjetër, nga një vend pune në një vend pune tjetër. Gjithçka që ka lidhje me një fillim të ri, ju do ta bëni gjatë kësaj fundjave. Një pjesë prej jush do marrin disa para. Këtu kemi energjitë shenjave të tokës, por shoh që ju ashtu si do t'i merrni, ashtu dhe do t'i jepni këto para. Ashtu mund t'jen pagesa ose gjëra të ndryshme, shpenzime të ndryshme. Për një pjesë tjetër, ju ndoshta do merrni disa para për të bërë një fillim të ri, për të investuar diku. Ose për të, nuk e di, por dëshironi të vendosni një lloj ekuilibri në jetën tuaj. Me këtë fillim që do bëni, dëshironi të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar. Dhe unë ju shoh në qoftë se ka lidhje me një njofje që do bëni, ju do filloni të merrni dhe të jepni me këtë person. Ndoshta të shkëmbeni mesazhe ose të takoheni nga afër me personin. Në lidhje me punën, ju dëshironi përsëri të investoni diku. Ndoshta të investoni në punën tuaj, në një fillim të ri, diçka të re që doni të bëni. Në rastin tjetër, mund të merrni para nga prindrit tuaj për të investuar diku, për një kurs, për një trajnim, për të shkuar jashtë shtetit. Në rastin tjetër. Gjithsesi ja të shohim dhe ju shoh bëj një lloj stabiliteti. Ju do t'i lini mbrapa vështirësitë duke arritur të stabilizoni situata të ndryshme. Mund të jetë një situatë në shtëpi, në familje, më tepër e shoh shumë fort nga ana ekonomike dhe ju shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash. Për një pjesë prej jush dëshironi të bëni një blerje. Mund të jetë mendoni për të bërë një blerje shtëpie, blerje makine, blerje online në rastin tjetër, ose ju mund të bëni dhe pazari gjatë kësaj fundjave. Dhe kemi përsëri shumë fort energjitë shenjave të tokës këtu. Ju do jeni duke investuar në diçka, ose disa prej jush mund të kenë lidhje dhe me punë artistike, me artin, ose me punë artistike. Gjithsesi ju shoh që punoni shumë fort, ose ju do shpenzoni shumë gjatë kësaj fundjave dhe ju shoh që në fillim të javës ju do jeni duke punuar përsëri, por do jeni me më pak para në përduar. Dhe kjo ka vlerë për pjesën e personave që mund të merren me punë artistike dhe punë arti. Ju shoh që ju keni investuar shumë te kjo, ndoshta keni marrë disa para, keni bërë një investim, kjo ju ka sjellë të ardhura të mira, por jeni duke investuar përsëri dhe këtu mund të ngeleni përsëri me pak para në përduar. Dhe kemi energji të shenjave të ujit. Shoh një rikthim nga e kaluara. Energji të shenjave të ujit, përsëri të ajrit, të tokës. Disa prej jush do kenë rikthim të një personi nga e kaluara, që ju sill shumë emocione, sepse jemi te 10 e kupave. Jemi te 6 e kupave, te 10 e kupave. Shoh një ndryshim shumë të madh. Në qoftë se deri tani ose deri në momentin e tanishëm me këtë person nuk kanë qenë gjërat të sigurta, shoh që ju do ndërtoni gjëra më të sigurta në momentin që ky person të rikthehet në jetën tuaj. Dhe ju shoh që do t'ju mbushi plot emocione. Do jeni shumë të dashuruar me këtë person, ndërkohë do ndiheni shumë mirë. Për pjesën tjetër do keni një lidhje shumë të ngushtë me fëmijët tuaj. Ju do dëshironi ndryshime të mëdha, të investoni te fëmijët tuaj, nga ana emocionale flasim.
Në rastin tjetër, ju mund të rikthehen çështje persona nga e kaluara, por kthehen për mirë. Janë njerëz që dashamirës ose që ju i doni, mund të takojnë këtë fundjavë dhe aty sikur do ndryshoni dhe atë rutinën e përditshme. Dhe ju shoh edhe të mbledhur me familjet tuaja, ku ju do kaloni mirë, do jeni në paqe dhe do ndjeni shumë mirë gjatë kësaj fundjave. Gjithsesi është një fundjavë që ju do harrini të pushoni, ose më saktë keni nevojë të pushoni për të bërë fillime të reja, të merrni iniciativa. Do keni flerte, romanca, do keni njohje të reja. Njohje do jenë në ambiente të jashtme, festive. Por ndërkohë ju dëshironi të dilni nga zona e komfortit ose nga situata të vështira për të bërë diçka ndryshe këtë fundjavë. Por kemi dhe rikthime nga e kaluara, persona nga e kaluara që janë persona që vinë për të ndryshuar diçka për mirë, jo për keq. Dhe marrim një mesazh nga angjit dhe shohim si do jetë. Më falni se ran letrat. Dhe kemi 6-ën, kemi energji zjarri, kemi 6-ën e shkopinjve, tregon fitore, sukses. Thot fat, thot dhe të mira të reja po vinë drejt jush. Dhe kjo ka lidhje me fillimet e reja që ju do bëni, sepse kemi kartën ku ka planet Jupiterin, që është planeti i fatit, i fillimeve dhe i zhvillimeve të mira. Kjo tregon sukses, tregon fitore, tregon udhëtime, mund të bëni udhëtime të shkurtra ose të gjata për të pushuar diku, ndoshta në një vend me ujë ose në një vend tjetër, ose tregon dhe udhëtime të gjata, ndoshta jashtë shtetit, nga një qytet në qytetin tjetër. Por është një javë që ju do ndiheni mirë, do dilni nga situata dhe këto situata të vështira që keni kaluar, ju do t'ja dilni me sukses dhe me fitore. Atëherë kjo ishte për ju uroj një fundjavë të këndshme, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Atëherë dëgjojmë te videot e radhës.